çfarë mendoni do të bëj Partia Socialiste me mandatin në 4 ose çfarë duhet bëjnë ndryshe? Atëherë ose kush janë pikat që duhet për shembull 1, korrupsioni, çfarë do të bëjmë me korrupsionin? 2, çfarë do të bëjmë me pensionistët? 3, çfarë do të bëjmë me ta themi ja ti marrun me radhë gjitha. Për shembull me një administratë më të vogël. Ja ti marrun gjitha me radhë. Mos kemi ndoshta një administratë fryrë. Duke qenë që vazhdoj akoma të drejtoj Komisionin e Veprimtarive Prodhuese, Tregtisë dhe Mjedisit në Parlamentin e Shqipërisë, të paktën për shumë tema që kanë të bëjnë me energjinë, me infrastrukturën, me telekomunikacionin, me bujqësinë, me mjedisin, me turizmin, jam i familiarizuar nga puna që kam bërë. Kështu që mund të hyj edhe në detaje të kësaj që folëm, bashkë se çfarë do të bëjmë. Sigurisht Partia Socialiste i ka nisur reformat e veta. Nuk ka për të bërë ndërprerje reformash, për të bërë ca super reforma të tjera, se ne i kemi nisur reformat tona, vendi është transformuar, ka filluar të transformohet, duhet të çojmë ato në stadin final, të cilat të fillojnë dhe të prodhojnë një mirëqenie më të mirë për njerëzit dhe vazhdimin e rritjes ekonomike të vendit dhe rritjes së prodhimit të përgjithshëm bruto. Por ajo që është e rëndësishme është që ne duhet të vazhdojmë të mbështesim reformën në drejtësi, konsolidimin e saj, duhet të vazhdojmë të japim mundësi që ajo të funksionoj, po jo thjesht të funksionoj si statistik, po të funksionoj që t'i krijoj pamundësinë individit dhe dëshirës tij për të korruptuar apo për të pasuruar shpejt. Pra vazhdimi mbështetjes së drejtësisë së re. Ndoshta në një ajustim që duhet bërë dhe ata duhet ta mirë kuptojnë, sepse bashkë me ta duhet bëhet dhe ajustimin, e nuk e bëjmë me kokën tonë se duam ne ta bëjmë. Pra kanë lindur disa problematika që vetë ata i kanë sjellë në Parlamentin e Shqipërisë që duhet t'i rregullojmë bashkarisht, se si të thash, asgjë nuk mund të jetë menduar që ditën e parë perfekte, që duhet t'i ajustojmë, duhet vazhdojmë t'i mbështesim. Ata duhet të reagojnë në mënyrën e duhur, sigurisht duke garantuar lidhjet të drejtat e njerëzit janë shumë të rëndësishme, sepse duhet vazhdoj besimi i qytetarëve tek sistemet e reja të drejtësisë, nuk duhet të fillojnë të na bjerë përqindja e njerëzve që besojnë tek ky sistem drejtësie, pra duhet vazhdoj të jetë e lartë kjo mbështetje, dhe jo thjesht si një tifozllëk nëse futën një politikan në burg apo s'futën një politikan në burg, por si një sistem i cili realisht, duke garantuar lidhjet të drejtat e njerëzit, dekurajon proceset korruptive brenda administratës së këtij vendi. Dhe ne duhet vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Përshtatja gjithë legjislacionit tonë me atë të Bashkimit Evropian, e cila është një detyrë imediate dhe është një detyrë me një ngarkesë shumë të madhe brenda 2027-s, sepse ai tren nuk ka për të ndaluar gjatë në stacionin tonë dhe ne nuk duhet ta humbim këtë moment të rëndësishëm. Duhet të vazhdojë përmbyllja sot që i gjithë rrjeti, qoftë ai infrastrukturor, qoftë ai ekurudor, është futur si pjesë e TEN-T quhet rrjeti evropian i lëvizjes së mallrave, edhe rrjeti shqiptar është përfshirë, pra dy korridoret tona, qoftë korridori 8, qoftë korridori 10 janë përfshirë në TEN-T në europiane dhe gjenden financime, pavarësisht se pjesa më e madhe janë kredi dhe nuk janë grante. Dhe po të bëjmë antar, pjesa më e madhe do bëhen grante, edhe pjesa më e vogël do bëhen kredi. Por si që gjenden financime dhe ne duhet vazhdojmë ta përmbyllim rrjetin ton infrastrukturor rrugor, të vazhdojmë të ecim me ritme të shpejta në rrjetin hekurudor, me të cilin tashmë kemi gjëra konkrete. Akoma s'kemi stacion treni në kryeqytet, e? Po, kjo është e vërtet. I vetmi kryeqytet? Po, kjo është e vërtet. Po ne nuk kemi as tren akoma. Ne nuk kemi as tren akoma, kështu që të kemi trenin, pastaj e bëjmë edhe stacionin. Po ekurrudha Tiranë-Durrës është drejt përfundimit. Duhet përfundoj ekurrudha Tiranë-Rinas, sepse kemi një problematik në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit, sepse ndërsa na vinë miliona e miliona turist, lëvizja nga aeroporti drejt qendrave të tjera të banuarave, qendrave turistike mund të bëhet o me autobus o me makinë, se s'bëhet dot me gjë tjetër. Edhe krijon trafik. Krijon trafik, krijon vështirësi qarkullimi. Ne duhet patjetër ta lidhim aeroportin me kryeqytetin, dhe ky është një projekt tashmë i aprovuar, i financuar, i bërë, thjesht duhet shtoj ritmet e punës, po nga krau tjetër kemi aprovuar një financim shumë të madh të ekurrudhës nga Vora në anë të Hotit, e cila
rreth 120 ca milion euro në mos gaboj, me 12 stacionet e veta, cila do të lidhi Ekurudhën shqiptare me atë të Malit të Zi, dhe kjo është shërben qytetare, por në mënyrë të veçantë shërben lëvizjes së mallrave. Pra nga porti i Durrësit mundet që ose duhet patjetër që të filloj lëvizjen e mallrave në një të ardhme me Ekurudhë ta çojë drejt vendeve Europës qendrore, më thet tash. Dhe ajo çka po diskutojmë gjerësisht është vendosur nga ana teknike, po duhet të filloj koncepti i fisibilitetit, është lidhja e portit të Durrësit me Prishtinën, me Ekurudhë. Dhe është menduar që pjesa e parë që ne e çojmë deri në Shkodër dhe pastaj nga Shkodra do shkojë në Prishtinë, Ekurudhë, e cila duhet financohet nga 2 qeverisë, dhe Bashkimi Evropian akoma nuk na i ka mbështetur këtë projekt. Nga krau tjetër kemi financuar tashmë Durrës-Rogozhinë, po duhet vazhdojmë të lidhim Rogozhinën me Vlorën dhe Rogozhinën me Qafën e Thanës. Një projekt tjetër që duhet të nxitojmë ta bëjmë është lidhja e aeroportit të ri të Vlorës me qytetin e Vlorës, sepse dhe aty do ndodhemi brenda të njëjtit problem, që do të vinë, do të ulen avion, do fillojnë miliona turistë të shkelin Vlorën, po si do lëvizin nga aeroporti drejt qytetit të Vlorës apo drejt jugut, me makina dhe me autobusa, vetëm do krijojnë trafik, do bllokojnë Vlorën. Prandaj aty duhet të mendojmë dhe të paraprijmë çështje të kësaj natyre. Nga krau tjetër, që thash, betejat e mëdha në lidhje me ambientin, në lidhje me bujqësinë, në lidhje me sigurinë ushqimore, janë çështje shumë të rëndësishme. Çdo ditë dhe çdo sezon dalin problematika që kanë të bëjnë me sigurinë ushqimore.